Mirëdita. Makineria e manipulimit dhe shkatrimit të provave dhe dokumentave që fajsojnë inkriminimin e plot dhe total të Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe bashkëpunëtorëve të tyre në një seri aferash shumë të rënda që shkojnë në miliarda euro, vjedhjet takspaguesve shqiptar vazhdon pa ndërprerje. Ndërkohë, intimidohen dhe thirren si në zyrat policisë sekrete, punojës të administratës të cilët ose duhet ndryshojnë dëshmitë e tyre, ose nuk duhet dëshmojnë apo të thonë ato që porositen. Presioni jashtëzakonshëm bëhet mbi gjykatën kushtetuese. Pra, Edi Rama, për të mbrojtur veten e tij, krimet e tij, po shkon drejt grushtit të shtetit, asgjësimit de facto të drejtësisë në Shqipëri. Duke dënuar me forcën më të madhe këto qëndrimet papërgjegjshme, i kërkoja atij menjëherë dorëheqjen dhe largimin e tij nga posti i kryeministrit. Ai është sot njeriu më i rrezikshëm për shqiptarët dhe jo vetëm për shqiptarët, por me lidhjet e tij të krimit, ai përbën një rrezik të madh për rajonin dhe më gjerë. Partia Demokratike u bën thirrje shqiptarëve, sot më shumë se kur të flasin me zemrimin e tyre, të flasin me guximin e tyre, të flasin me ndjejat e dashurisë tyre për këtë vend dhe të ardhmen e shqiptarëve me datën 24 janar në protestën kombëtare të thirrur nga opozita për këtë qëllim. Sot, unë rikthehem dhe njëherë tek një dosje që në një aspekt ka ngjashmëri absolute me djegësin e Tiranës. Në rast se ju shkoni në Sharr dhe kërkoni investimin 130 milion euro taksat shqiptarve për djegjen e plehrave, ju nuk gjeni aty asnjë tull, asnjë gjurmë të tij. Në këtë drejtim, troplana apo durana e famshme e Edi Ramës është identike. Masi po të shkonin Xhavzotaj, ku do ngrihej, mos keni, më nxjerr pak një pamje tjetër tutëm. Ja, po të shkonin Xhavzotaj, ku do të ngrihej, e famshmja troplan, aty gjeni vetëm livadhet e Fatmir Toplinit dhe nuk gjeni asnjë gjurmë të saj. Ndërkohë, me këtë etiket, me duran, janë vjedhur, shpërdoruar, janë vjedhur 100 milion euro taksa që të gjitha pronë e qytetarëve shqiptarë. Taksa të mbi 50 kompanive të përzgjedhura një nga një për t'i paguar taksen jo tatimeve, por për t'i paguar taksen sarajeve të Surrelit, Armand Frangut
Linda Rams, Edi Rams. Kjo është e vërteta. Tani, do më lejoni të njoh pak ma me hollësi. Dhe kjo vetëm me njerin aspekt të veprimtarisë kriminale të Troplanës, të projektit Troplana. Një monopol i ri teknologjie krijohet. Troplana nuk nisi me tendra, por nisi me organizimin e bazës, infrastrukturës dhe të vendimeve. Famozi Ermal Beqiri, alias, në të vërtet famozi Armand Frangu, alias Ermal Beqiri, kryon shoqatën ACTI. Këshilli shqiptar, se këta edhe shkurtimet nuk i vënë në Shqip, po për të vu një mask për para i vënë në anglisht. ACTI, Këshilli shqiptar për teknologjinë dhe inovacionin, me president Ermal Beqirin, këtë faqezi që nuk ka toka, s'kja i. Qëllimi zyrtar, bashkim profesionistësh të IT-s. Qëllimi real, krijimi një monopoli ku 50 kompani të antare drejtojnë projektet qeveritare për para se ato të bëhen publike. Imagjinoni çfarë veprimtarie. Pra, ato janë në origjinën e projekteve qeveritare, për t'ja u zbërthyer pak. Për t'ja u zbërthyer pak. Në verën e nxehtë të vitit 2019, kompania e thjeshtres së Edi Rams me porosi të zotove bën projektin e një parku magjeps në Porto Romano. Në vjesht, sultani Surrelit zgjohet pasi kishte fjetur gjithë natën me ëndrrën e parkut dhe shpall tenderin të cilin do ta ndërtonte privati për parkun e Porto Romanos. A e kuptuhet pra, në një kohë kur thjeshtra kishte bërë projektin. Kishte dorëzuar projektin. Kishte lumturuar thjeshtrin me projektin. Tani dhe këto kompanit, aja thash që këto kompanit, këto kishin dhe hierarkinë e tyre. Nuk ishte klub do si do kjo. Këshilli i Armand Frangut. Klubi ishte i tillë. Kishte kategorinë silver, argjent, gold, flori, ar, platinum, superiore fare. Aksesin në informacionin e tendrave, pra në origjinën fare të tendrave,
varej nga tarife e paguar. Nëse i pagoje frangut, deri në 5.000 euro në vit, e mirje gold. Për platinum, duheshin negociatat veçanta me përfaqësuesin e Armand Frangut, që quhet Faqezi Ermal Beqiri. Ermal Beqiri. Para tjerët pastaj më të zakonshëm. Legalizimi i parajsës së troplinëve. Se ata nuk dalën paqja, jo. Se ata, mos mendoni ju, se ata kanë aksionet e tyre këtu, se japin livadët kot ata, e harrove. Nuk japin kot livadët. Asarat. Pra, legalizimi i parajsës, vetëm 45 ditë pas krijimit të ACT-s, të kaloje faqen e parë njërë të lutëm, pas krijimit të Këshillit të IT-s, shoqatës kombëtare të IT-s, qeveria me shpejtësi, mes 20 shkurt të 2025, regjistrohet në QKB kompania shtetërore Durana Tech Park. Pronësia i kalon korporatës së investimeve shqiptare në ndërtimin e famzezës Elira Kokona. Kjo, çfarë është kjo Elira Kokona? Kjo është Mirlinda e Akshit, por në prona tani. Kjo është në prona. Përcaktohet zona Xhavzotaj si zonë e lirë, duke i hapur rrugën përjashtimit nga taksat për antarët e shoqatës të Armand Frangut me alias Ermal Beqiri. Tre emra lviz ky mekanizëm. Ermal Beqirin tashmë të njohur, shefin e tij Ergys Agasin, Elira Kokonën, garantuesja e infrastrukturës ligjore dhe statusit të parkut Durana. Dhunimi i ligjit 58/2022. Ky akt, pra, këto vendime janë në dhunim flagrant të ligjit. Sipas këtij ligji, një park teknologjik gëzon lehtësi fiskale duhet të jetë në një territor fizik të rrethuar, me kufi gjeografik të përcaktuar, porta hyrëse dhe dalse të miratuara, pikë doganore funksionale për të kontrolluar flukset ekonomike. Asnjë nga këto kushte Troplana nuk plotëson përveç sundimit absolut të troplinëve në Xhavzotaj. Shpikja e modelit virtual për të lejuar shmangjen e menjëhershme të taksave pa ndërtuar, asgjë përdoret koncepti faza e parë model virtual. Ky model lejon kompanitë e Kreatex
të pretendojnë statusin e rezidentit në Durrës, ndërsa punojnë në Tiranë apo ku të duan. Ky model nuk ka asnjë bazë ligjore dhe çdo përfitim fiskal mbi këtë bazë është ekstraligjor i paligjshëm. Rezidentët dhe hierarkia e përfitimit, struktura e antarësimit në Këshillin e Armand Frangut me emër Ermal Beqiri. Për të hyrë në Durana High-Tech Park, kompanit kalojnë përmes shoqatës Ermal Beqirit, ku aksesi në tendrat miliona eurosh ndahet sipas shkallëve të pagesës. Kategoria Platinum, që është dhe bërthama e këtij monopoli, nuk ka tarifë zyrtare. Antarësimi negociohet privatisht me Ermal Beqirin dhe këtu bëjnë pjesë Createx, Soft Solution, Hardtech, Fasttech, e kuptoni vetë ju, dhe Communication Progress. Këto kompani drejtojnë politikat publike dhe përlajnë me tendrat e mdhej qindra milion nga akshi dhe kompanit tjera dhe institucionet tjera. Kategoria Gold, tarifa 5.000 euro në vit, përfshin rreth 50 kompani si Horizon, Albascan, Babun, Cyberfarm, EA Solution. Këta janë të gjitha, këta solution janë të gjithë, mos e pyet si janë. Kanë akses të lartë në të dhënat e projekteve inovative. Kategoria Silver, tarifa 100.000 euro në vit, kompani të mesme që kërkojnë mbështetje ligjore dhe orientim në tendrat publik. Jo qa sistemi i shpifur i turpshëm, se qarë gjobë dhenje. Ky është Edi Rama. E kam theksoj 1.000 herë, se kur kryeministri vjedh, administrata shndrohet në një lukumi vjedhësish, korrupsioni shndrohet në sistem. Kategoria individuale, tarifa 50 euro në vit, këta janë plebejt, që futën, paguajnë 50 euro dhe shtojnë numrin e klubit, e antarëve të klubit. Tani të shohim pak kush është Createx dhe kush shihet pasaj. Një, profili Createx SHPK. Createx nuk është thjesht një kompani softwaresh, por bërthama operacionale e monopolit të ri teknologjik në Shqipëri. Pronësia dhe kontrolli. Kompania kontrollohet në aparencë nga Ermal Beqiri, në të vërtet nga Armand Frangu, lindat e Akshit dhe Suvelit. Që s'merren vesh dhe ato. Armand Frangu, ky më fani, e tha si që thamë, Ermal Beqiri është dhe drejtuesi i shoqatës ACTI. Createx SHPK është vendosur në pronësi të Enor Nakuçit dhe Lejdi Koçit. Hardtech SHPK në pronësi të Enea Buzës. Pikërisht kompania Hardtech
dhe pronari saj Enea Buza janë në qendër të dyshimeve. Buza rrezon të ketë qenë më herët aksioner dhe i punësuar në kompaninë Horizon, e lidhur drejt për drejt me Ermal Beqirin. Se çfarë bëjnë ta krijojnë 10 kompani dhe i fusin të gjitha në furrë. Personazh i njohur për skandale të rënda dhe aktualisht i shpallur në kërkim si një organizator i pengmarrjes me Ergys Agasin në rastin e Geron Meçes dhe pa asnjë diskutim. Ka marrë 10 për herë. E mohoj ose të cilin e blokon Altin Troplini. Skandali qëndron në faktin se pavarësisht se Ermal Beqiri është në kërkim nga drejtësia, po ju them unë ju që ai dyshohet se vijon të përfitojë miliona euro, sepse ai është në kërkim, po Armand Frangu është i lirë, nga aparat publike përmes personave dhe kompanive që konsiderohen si zarë për njerëz të afërt të tij. Lidhja direkte politike është Ergys Agasi, i cili edhe sot, çdo ditë, jep urdhra dhe mban gjallë të gjithë aktivitetin e tij. I lirë, gjoja me mandat arresti. Me datën 21/12/2023, me anë të kontratës së shitjes të kuotave të kapitalit, ortaku Enea Buza shet 35% të kuotave të kapitalit në favor të ortakut Comscope Limited, kundër çmimit 125.000 lekë. Pas transferimit, largohet ortaku Enea Buza nga shoqëria dhe ortaku i vetëm i shoqërisë Comscope Limited zotrues me 100% kapitalit. Me datën 19/4/2024, me anë të kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit, ortaku Comscope Limited shet 100% të kuotave në favor të kujt, thoni ju? Ermal Beqirit, Armand Frangut, kundër çmimit 380.000 euro. Pra, një larje mirëfillt parash në këtë rast, pas transferimit, largohet ortaku Comscope Limited nga shoqëria dhe ortaku i vetëm i shoqërisë bëhet Ermal Beqiri, zotrues i 100% aksioneve. Tani, të një rast i bukur shumë. Thash, sot do të kishit vetëm një aspekt të Duranës, të famshmes Duranë. Mekanizmi i tendrave, rasti i ujësjells kanalizimeve të Durrësit dhe Akshi, skema e fituesit të vetëm dhe skualifikimet. Dokumentat e prokurimit vërtetojnë se Kreatex, antar platinium i aktit, i ACT-is, dominon përmes eliminimit sistematik të konkurrencës, tendrin e ujësjells kanalizimeve Durrës shtator 2025, Kreatex fiton kontratën me 4.710.000 lekë si operatori vetëm në garë, duke marrë pothuajse 100% të fondit limit. Prisi tani. Eliminimi teknik në tendrin prej 12.568.500 lekë, operatori rival Uptek skualifikohet me argumenta teknike duke lënë rrugën të hapur për Kreatex. Sfidimi ankesave, edhe kur operator si Nixia
Consulting ankohen për skualifikim të pa drejt në tender prej 3.600.000 lekësh, Komisioni i Prokurimit lën në fuqi prokurimin e mëparshëm. Shiko çfarë bëjnë tani këta. Skandali me ujësjellsin e Durrësit. Shikoni si futin duart këta në fatura. Se si vjedhin fatura këto kompani. Se si rrisin tarifa. Të janë të paimagjinueshme. Sipas të dhënave dhe dëshmive të mbledhura, sistemi i defekteve, Kratex instaloi një aplikacion financiar i cili shfaqi probleme serioze teknike duke përfshirë duplikimin e faturave të qytetarëve. Ja pra, vidh këta, paguaj qytetarët. Dyfishojau çmimin e ujit qytetarëve, këta hajdut për nda para, dyfishojnë çmimin e ujit dhe fatura. Ndërhyrjet pa autorizuara. Ekzistojnë dyshimet forta se stafi Kratex ka pasur akses të pakufizuar në serverat e ujësjellës kanalizimeve Durrës, duke bërë ndërhyrje manuale në faturat dhe bilance pa autorizim zyrtar. De facto, këta kanë marrë në drejtim të gjithë fondet dhe buxhetin e ujësjellës kanalizimeve. Tërheqje e dyshimit, pak pas se të shpërthente dosja e Akshit, dëgjoni tani, Kratex u tërhoq nga UKD-ja dhe u zëvendësua me financa 5, por gjurmët e tyre, si brojzat e konfiguruar, mbeten ende në kompjutrat e administratës. Hajduti tani ka vjedhë dhe ka ikë. Të pangopur. Nuk mjaftohen me ato që marrin tendrat e Akshit. Këta duan gjithë Shqipërinë. Gropat financiare dhe fshehja e borxhit. Bilanci zyrtar raportohen rreth 160 milion euro borxh nga ujësjellsi i Durrësit. Bilanci real. Investigimi sugjeron se borxhi real i UKD-s mund të arrijë në 400 milion euro. E imagjinoni se ku e çuan këta. Duke vjedhë, duke duplikuar shuma, duke bërë akte të tilla. Ndërhyrjet e Kratex në sistemin e bilanceve mund të jenë përdorur për të fshehur keq menaxhimin e shpërdorimin e fondeve, vjedhjen e tyre dhe buxhetin real që vjen. Tani, Durrësi ishte vetëm një shembull, por nuk ngopën këta. Kratex nuk është mjaftuar me Durrësin. Dokumentat e prokurimit vërtetojnë se kompania e Arman Frangut alias Ermal Beqiraj ka kapur pothuajse çdo kontratë strategjike për mirëmbajtjen e sistemit të IT-s nëpërmjet ujësjellës kanalizimeve në gjithë Shqipërinë. Elbasan, Vlorë, Dibër, Shkodër. Statistikat e dominimit absolut. Një analizë të dhëna nga Open Procurement Albania rezulton se Kratex ka një shkallë suksesi të jashtëzakonshëm në këtë sektor. Numri total 37 kontrata, vlera totale 254 milion lek. Metoda 80% të rasteve tendrat fitohen me një operator të vetëm. Dhe skualifikimi rivalve për shkaqe teknike. Kratex i plotson të gjitha ato, gjithnjë. Se vetëm softi i saj është softi që i përgjihet softi Frangu. Kjo ushtri tendrash që vinë nga çdo cep i Shqipërisë ka një qëllim final,
grumbullimin e fitimeve në parajsen Durana. Pra, kjo ishte një paraqitje e bazës antiligjore të parkut të Troplanës si një instrument vjedhje nga familja Rama, lindat e tij, për të cilën ai këtë akshit ka respektin maksimal, sepse i siguron të ardhura maksimale. Vazhdojmë. Cilësuat parkun e Duranës si një aferë të ngjashme me djegësin e Tiranës. A do të depozitoni kallëzim penal në SPAK për këtë aferë me provat që paraqitet sot? Faleminderit. Pa diskutim që do dërgojmë. Do dërgojmë çdo dokument, do dërgojmë pa di. Ne kemi dërguar, pavarësisht se për një kohë të gjatë, Dumani ka konservuar ato dhe ka bërë çdo gjë që të mos përfillen. Por padit tona janë absolutisht të bazuara katërcipërisht në ligj dhe të pakundërshtueshme. Ne do i dërgojmë. Aty mbeten, të gjitha i kemi aty. Edi Rama dhe Altin Dumani mendojnë se mund të shpëtojnë nga djegësi i Tiranës, po e garantoj që kur zë shpëtojnë. As nga Durana, as nga asnjë çështje. Zoti Berisha, në prokurorinë e posaçme është intensifikuar hetimi pasuror ndaj familjes tuaj si pjesë më saktë si fraksion i fashikullit Partizani, si fraksion i veçantë. Ndërkohë, në këtë kuadër SPAK po pyet një nga një gjithë organizatorët dhe financuesit e kuvendit të 11 dhjetorit të vitit 2021. Kanë kaluar 5 vite nga ajo kohë. A mund të na thoni se kush e financoi kuvendin e dhjetorit dhe si siguruat parat për ta mbajtur atë? Së pari mendoj se po dizinformon pa dashje publikun. Dhe këtë ta them me përgjegjësi të plot. Hetimi pasuror i Sali Berishës dhe fëmijëve të tij është bërë me lup, është finalizuar dhe është dërguar me kohë në gjykat. Ky hetim politik që bëhet nuk ka asnjë lidhje, ta dini ju dhe ta dini shqiptarët, me asnjë hetim pasuror të Sali Berishës dhe fëmijëve të tij. Është një hetim i mirëfillt politik për kuvendin e rithemelimit, për të cilin unë nuk kam asnjë vërejtje. Asnjë vërejtje. Unë kam thënë të them, prokuroria duhet të jetë e lirë dhe ne qëndrojmë të hapur për çdo lloj hetimi. Por lidhja është mashtrimi që ish xhelati i sigurimit të shtetit në bashkëpunim me Dumanin i bën çështjes. Asnjë lidhje. Po për të justifikuar, dhe janë primitiv, janë gjerë në primitiv, sepse në qoftë se ata do ta bënin atë hetim, unë do ta quaja gjë normale. Po fakti që aty s'kan që hetojnë, po duhet ta lidhin me diçka që gënjejnë, kjo është e dënueshme. Dëshmon se ata bëjnë një hetim politik. Pra, edhe njëherë, nuk ka asnjë lidhje, sepse hetimi pasuror i Sali Berishës për 32 vjet jam i vetmi politikan i hetuar në hollësit me të mëdha brenda dhe jashtë vendit për të gjithë pasuritë e mia. Çdo variant tjetër është mashtrim publik dhe ju lutem, ata gazetarë, se nuk e një e parë, ju kanë thënë të tjerë, jam i vetëdijshëm, po unë do të thosha gazetarëve të mos i lejojnë vetes të keqpërdoren nga delinkuent në
institucionin e skapit. Kjo është. Për sa i përket pyetjes tjetër, çdo lloj hetimi që të nërmarin, nuk kam asnjë objeksion, asnjë vërejtje. Jo. Atëherë ti rikthem edhe një herë pyetjes. Ju kur u mbajt kuvendi dhjetorit 2021 na premtuat se do bëni transparencë se kush e financoi. Atëherë kanë kaluar 5 vite, a mund të na thoni kush e financoi dhe si u siguruan paratë kuvendit të 11 dhjetorit? Është deklaruar çdo gjë dhe çdo financim i çdo personi. Është deklaruar. Nuk ka asgjë të fshehur. Jo, po kjo, pra, dhe personat që kanë financuar, e kanë deklaruar atë sa po janë pyetur. Dhe ata, besoj se po thrasin emra, apo jo, pra e din që këta kanë deklaruar. Kjo është e tëra. Sa ka kushtuar fatura nëse keni një shifër? Asnjë shifër nuk kam parasysh. Por, di që në atë kohë, Lulzim Basha i dha Gabriel Escobarit dhe Yuri Kim një listë të bizneseve që po sponsorizojnë Sali Berishën. Dhe ata, nga këtu është fillimi, pra dhe këta nuk po, dhe Edi Rama, dhe ata filluan të thrasin një nga një biznesmen, të cilin s'kishin ndarë kur dhe s'kisha kërku kur një që ndarë. Ajo është ai kongres është financuar nga deputet, nga aktivist të Partisë Demokratike, me shumë që është ajo çmim, edhe njerë, ajo çmim i stadiumit është publik, ajo është një ent, Federata Shqiptare e Futbollit është një ent publik, është jetruar të deklarojë çdo gjë, dhe ne kemi deklaruar çdo gjë. Pak më herët më tha që po keq informoj, madje i bë thirrjet e mediave të tjera apo gazetarëve të tjerë mos përdoren. A mund të më thoni se ku ishte pasakësia e pyetjes time dhe cili është varianti juaj se për çfarë po heton prokuroria? Jo, shumë e madhe. Pse? Sepse ky është një hetim mirëfilltas politik, po unë s'kam asnjë shqetësim. Por ta lidhish këtë me atë që nuk lidhet, atëherë ti përpiqesh të fshihesh si struci për aktin që kryer. Nuk ka asnjë lidhje me hetimin pasuror të Sali Berishës. Zero lidhje. Krahas hetimit politik nuk ka lidhje me asgjë tjetër? Urdhoni? Krahas hetimit politik se ju thoni e cilësoni hetim politik nuk ka lidhje me asgjë tjetër? Them edhe një herë. Kolegët tuaj nga dera e skapit apo në studio televizive kanë deklaruar këtë që thatë ju. Hetim po bëhet në kuadrin e hetimit pasuror e filluar. Jo, ky është mashtrim. Mashtrim dhe i atyre që ja u thonë. Po unë nuk di se kush e ka thënë nga skapi këte. Unë e kam dëgjuar nga gazetar dhe ju përsëritet një gjë që kam thënë gazetar të mashtruar, të cilë për hir vërtetës, nuk besoj ta kenë shpikur. Ton prokuroria asnjë fraksion të veçantë të fashikullit Partizani, zoti Berisha? Po thoni këtë? Nuk po heton dosjen Partizani? Jo. Si fraksion një veçantë i fashikullit Partizanit. Prokuroria po e bën atë, prit një minutë. Përmonda në pyetje. Ku është misinformimi është ky? Për hetim, pikërisht kjo është. Për hetim pasuror. S'ka asnjë lidhje me hetim pasuror. Sepse hetimi pasuror imi është dërguar në gjykat. Edhe një është mbyllur hetimi pasuror. Është dërguar në gjykat. Aty zhvillohet një gjyq ku midis tjera është hetimi, është rezultati i hetimit pasuror. Jo, nuk mund të bëhet ashtu. Jo, nuk ndodh ajo ashtu. Ajo ndodh hap dosje tjetër. Jo, ashtu nuk mund të atë kur e bën politikë, kur ke shkuar me mashtrime dhe gënjeshtra në gjykat, kur ke shkuar me mashtrime gënjeshtra në gjykat, kur nuk e lën gjë pa manipuluar, pa mashtruar në dosje, atëherë përpiqesh të vazhdosh të thellosh në faqen e zezë të tyre. Kjo është e tëra. Ky është ajo. Nuk ka lidhje, sepse hetimi pasuror i Sali Berishës dhe fëmijëve të tij është bërë, është kompletuar, është dërguar në gjykat. Jo fraksion, jo një minutë. Nuk, jo. Është një mashtrim që bën prokuroria.
është mashtrim që bën prokuroria. Po gazetarët nuk duhet, sepse një gazetar që merret me ta, kur raportojnë, do të kenë të qartë që një hetim i mbyllur, pasuritë është hetimi pasuritë është i mbyllur dhe është në gjykatë. Dhe nuk duhet të pranojnë çdo mashtrim që i jep Altin Troplini apo ky Arben Kraja. Jo. Osman Stafa, News 24. Në fakt, zoti Berisha, prej kohësh keni akuzuar Altin Dumanin si i lidhur dhe shërbëtor i kryeministrit Edi Rama. Por në fakt ishte në gjatë kohës drejtimit të tij që drejtësia ka hetuar dhe ka tashmë në gjykim Erion Veliajn, Ilir Beqajn, apo edhe tashmë Belinda Ballukun. Pra, të gjitha akuzat që ju i keni bërë asaj nga kjo foltore, u avërtetoi SPAK-u me anë të provave që ata kanë gjetur, pra që ka bërë drejtësia. Pra, nuk i njihni asnjë lloj merite Altin Dumanit për gjitha këto të paktën që ka bërë hetimet përveç akuzave që ju i keni bërë vazhdimisht. Pra, mendoni se Altin Dumani është aq i kapur dhe shërbëtor i Ramës sa t'i shkaktoi dhimbje koke duke vendosur atë kundër drejtësisë? Tani me që më pyet, unë po të përgjigjem. E vërteta absolute është se Altin Dumani ka bërë çdo gjë që ka patur në dorë, që asnjë çështje e lidhur me Edi Ramën mos hetohet. Altin Dumani, me qenë se hym këtu, ose armiqësia ime me Altin Dumanin është absolute për qëndrimin e tij ndaj krimit elektoral. Dhe ajo daton që ditën kur është emëruar. Po kështu me paraardhësin e tij. Amnistia që këta të dy u bën dosjeve elektorale i rrjedhton ata si armiq të egër të pluralizmit. E kam thënë këtë, është e vërtetë kjo apo jo? Ai kanë amnistuar. Dosje që banje honë botërore, dosjet e Bildit, ku fillonte me Edi Ramën dhe përfundonte me drejtorin e policisë, me ministra, me tjerë. Është reale kjo. Është reale. A nuk është krim ky? Ky është krim madhor. Shkelmimi, ky është përdorim i drejtësisë për të sulmuar, për të shtypur pluralizmin. Një. E dyta, Altin Dumani ka patur një dosje, se tani i donë t'i them me radhë. Dhe kjo dosje ka qenë e djegësit Tiranës. Dhe Altin Dumani ka lëshu urdhër arresti për Arben Ahmetaj në një kohë kur, Osman, një prokuror tjetër e ka patur atë dosje dhe ka deklaruar se nuk ka vepër penale për Arben Ahmetaj. Altin Zelltari, Altin Mercenari, ka marrë dosjen dhe ka lëshu urdhër arresti për njeriu që kishte kundërshtuar 4 herë projektin e djegësit të Tiranës, i vetmi. Dhe ka përdorur si argument faktin se punojësi e tij, një nga 6 antarë të KVO-s, ka votuar pro kompanisë të cilët Edi Rama i kishte dhënë 8 pikë. A jemi dakord? Është kështu. Kështu është. Dhe sot e kësaj dite, djegësi i Tiranës është një varr i hapur. Nuk e mbyll dot kush atë. Se janë 130 milionë. Natyrisht ata që u morën me dosje, ata e thanë. E thanë. Se bërë ti? Ti e pate. Ti as nuk thirrje Erion Velin, as Edi Ramën. Po, një njeri që ishte larguar nga detyra. Dhe një njeri e cilit për hir të vërtetës tani këtu, në një urrëtie patologjike e persekutonte edhe Linda Rama. Arben Ahmetaj deklaroi, dhe sa ka kundërshtuar kush,
se është Linda Rama, ajo që i dha Gjobvensit Doçi, i keqpërdorur nga Altin Dumani e tjerë me radhë, faturat e hotelit. A është kështu apo jo? Pra, shkoj me tutje. Pse do të sulmoju i njerit ligjit? Kur? S'mund ta bëj atë, përveç respektit. Shkoj me tutje. Unë kam lexuar dhe ti ke lexuar Toyota Yaris. Toyota Yaris janë të paktën disa prokurorë të skapit, kriminal që marrin para nga çelajt. Është apo jo? Vazhdojnë detyrën. Pse vazhdojnë detyrën? Ta them unë ty. Kur Dumani thirrri njërin prej tyre, i tha çfarë, ti e thon kështu. Këto. Po ti tha kur morën pyetje i Merlalen. Në 19 pyetje ti si bërë një pyetje për vrasjen. Ymerlala ishte vetëm për vrasjen, sepse Luftar Reçi e akuzoi se ka vrarë. I penduri i drejtësisë Luftar Reçi akuzoi Ymerlalen për vrasje. Dhe ky e merr pyetje se pyet për vrasjen. Mund t'i besosh ti këtij njeriu? Tani ky qepi gojë. Është apo jo? Se nuk mund sulmoj njeri pa fakte unë. Tjetër, Altin Troplini, të gjitha këto, çfarë janë këto ju që shifni? Ky spostoi çdo gjë pas zgjedhjeve. A nuk kam denoncu këtu para jush po thuj se një herë 2 ditë Ergjys Agasin që mblidhi te kodra kuajve me Suel Çelën dhe Troplin gjatë zgjedhjeve. Ky në atë kohë kur unë e denoncoja kishte në xhepa urdhrin e arrestit të Elvis Doçit. Dhe e nxori vetëm pasi i thanë atij ik. E kanë letë të akuzojnë policinë, dhe unë nuk them që policia nuk dekonspiron, por në fakt në një rast në Kosovë, një nga këta çopjat, tha, nga BKH-ja më kanë thënë. Pra, nuk ishte policia në atë rast. Unë s'tem se ky krye polici është, e kam thënë dhe e them, është bashkëpunëtor i ngushtë i tyre, kriminal. Pra, çfarë do thotë kjo? Si mund t'i po. Tjetër, a nuk kam denoncuar në mënyrë të përsëritur disa herë Kreshnik Farukun, që i ka paguar 5 milion, këta flasin me shumë milion, zotërin. Po nga e nëzora unë të? Nga prokuroria, prokuror ma thanë më këte. Atër, qëfar, se unë jam para kësaj tani, a duhet t'i majtë të fsheta unë këto, që në momentin që unë i fshet këto, nuk jam ma Sali Berisha. Nuk mëroj më interesin publik. S'ka unë interesa personal në këtë rast, po kam interesin publik që s'më lejon më të fshe asgjë që është në dëm të tij. Ky është Altin Troplini. Përveç këtyre që ju përmendet zoti Berisha, a është fakt që Belinda Ballukut po i kërkohet nga SPAK heqja e imunitetit për t'u arrestuar? E përgëzoj, po vetëm një gjë me që se po hyn aty, absolutisht ja ka shty 3 muaj firmosje. Edhe ky është fakt. Kjo është Altin Troplini. Po, unë po përmend. E dyta, me që po më thua për te, plotësi e vlerësoj fare mirë dhe unë s'mund të them kur. Po tani si mundet që një institucion që drejtohet, thoni ju, nga kryeministri Edi Rama, të çojë në burg Belinda Ballukun, pra të kërkojë ta çojë në burg, të çojë Ergjys Agasin, Melinda Karçanajn. Kontrollon apo se kontrollon? Po ju thoni e kontrollon? Fal minut. Se kam thënë unë këtë. E ke gabim, e ka thënë Edi Rama disa herë që është i yni, SPAK-un e bëm ne, SPAK-u është i yni. E ka thënë vetë Edi Rama. Se kam thënë unë këtë. Kam thënë unë njëherë që SPAK-u është i yni. Kur? Jo, keni thënë që është Edi Ramës, që është Edi Ramës. E keni thënë ju. Po ka thënë Edi Rama, atë jo. Po keni thënë ju përpara ti. Urdhë? E keni thënë ju përpara ti. Që është Edi Ramës. Po. Po e ka pohu Edi Rama atë, s'ka rëndësi. Edi Rama e ka pranuar publikisht atë, Osman. E ka pohuaj, nuk e Edi Rama e përdor për fushata elektorale se për shkak të besueshmërisë që ekziston mbi SPAK-un. E ka përdor intensivisht për fushata elektorale. Po pra e ka bërë për të mbledhur vota. Krimi më i shëmtuar i SPAK-ut është qëndrimi ndaj pluralizmit politik, i Altin Dumanit, nuk u them. Kështu që unë aq sa lavdroj
dhe mbështes fuqishëm zbatimin e ligjit dhe kushtetues nga cili do, prokuror, SPAK, jo SPAK, gjykat, çfarë do që tjetë, po aq dënoj. Po në rast e shëmtuar ti të Tjerena Gjokus, kush e mbron? E mbron Haltin Traplini, një delinkuente me 3 vepra penale në detyrë, dhe mandosja ajo, gjykon ajo, me 3 vepra penale. Ka turp në të madh se ky apo jo? I ka apo si ka, i ka të faktura veprat penale. A do e mbrojmë Dumani personat që ju thoni tani që s'është më në krye të SPAK-ut? Urdhë? A do i mbrojmë Dumani tani që s'është më në krye të SPAK-ut? Pra kemi një drejtues të ri tashmë, që ju edhe me drejtuesin e ri keni ulur akuzat. Hetimin paraprak për zbatuar porosit. Dumani të njëjtë gjë bëri me Gonigalin. Të njëjtë gjë bëri me Irena Gjokën e të tjerë. Pra, unë i kam thënë fjalët e mia, por çdo gjë që kam thënë, e kam thënë të bazuar në fakte dhe dokumenta. Dhe e fundit, si mundet që përballë gjitha këtyre çfarë ju thoni se bën Altin Dumani, përsëri është i mbështetur nga ambasada amerikane në Shqipëri, jo ajo e Joe Biden, por kjo e Donald Trump. Njeriu më i mbështetur nga ambasador që kam pa unë gjërë sot ka qenë Sajmir Tahiri. Kjo mbështetja varet si e përdor. Në qoftë se përdor mbështetjen për të krye krime, e vërteta vonon, por nuk harron. Dhe jam i bindur që atë mbështetje që ja jepin Sajmir Tahirin, ja jepin për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Por këti e marrë me mirë shumë, që ai ka qenë më i mbështetur që kisha pa djerë sot. Ndaj dhe të vërtetat janë, një gjë është e sigurt. Të vërtetat që kemi denoncuar ne kanë dalë. Kjo është. Kanë dalë. E do dalin. Ua ka vërtetuar SPAK-u? Urdhë? Ua ka vërtetuar SPAK-u? SPAK-u, jo, i ka vërtetuar. Janë ja 7 rezoluta botërore, të cilat denoncojnë SPAK-un si përvori politike. Nuk e bënin kurrë ata. Janë 7 rezoluta botërore. Botërore. Por e vërteta është dhe denoncime tjera shumë transishme. Dhe asnjë nuk e bën me tendencë. Që të gjitha e bën se SPAK për armiqësinë që SPAK-u ka treguar ndaj pluralizmit. Ju pafshim.